Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Përmirësoni kujtesën, shikimin, mushkëritë dhe sëmundjet e zemrës vetëm duke konsumuar rozmarin. Vlera dhe përfitimet që marrim nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri në organizëm. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicën edhe vendin ton dhe shpesh përdoret si një shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose përmirëson memorien. Në këtë spektër, si vlerat dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e tham, nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video do ju tregoj disa vlera të tjera të kësaj bime që mund t'i përdorni për një sër përfitimesh për organizmin. Ajo ka ndikime pozitive në shëndetin e mushkërive. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkërit, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore që rrezikojnë jetën tuaj. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve speciale, ekzistojnë edhe disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë i vitaminave. Përmban vitaminën A dhe C, duke përfshirë edhe minerale si magnezi, kalciumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar dhe duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi pluhurin dhe ndotjen. Kështu, nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini si çaj, të bëni masazh në krahëror me vajra esencial ose ta konsumoni më shpesh në ushqime. Rozmarina gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin e syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të ketë një ndikim. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-ta, dobëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet të konsumoni sa më shpesh këtë bimë të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidant, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Rozmarina është një zgjidhje shumë e mirë për tretjen e shëndetshme. Duke qenë e pasur me antioksidant, vitamina, kjo bimë do të ndikojë edhe në tretjen e mirë të ushqimit. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarine në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar më shumë shije dhe shëndet njëkohësisht. Vlerat të mira të rozmarinës janë edhe për të forcuar shëndetin e trurit dhe për të pasur një kujtesë më të mirë. Ndihma që kjo bimë jep në memorie dhe në përqendrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si receta natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Ajo është një bimë shumë e mirë edhe kundër depresionit. Rozmarina ndihmon edhe në sëmundjet neurologjike siç janë depresioni, ankthi ose skleroza e shumfisht. Mjafton ta konsumoni rregullisht, ta përdorni çajin ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Ajo do të largojë ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrjes dhe rëndesa juaj largohet lehtësisht me rozmarin, pasi do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi. Sigurohuni ta konsumoni sa më shumë çajin e rozmarinës në përditshmërinë tuaj. Nëse nuk e keni në preferencën tuaj, atëherë mund të përdorni vajin e rozmarinës ose vetë si një erëzë mjaft të mirë për t'i ardhur në ndihmë shëndetit tuaj dhe mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Rozmarina është një bimë shumë e mirë ushqyese, e cila mund të japë rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të ndryshme. Ajo përdoret në përmirësimin e kujtesës dhe është një ushqyes i dobishëm për shëndetin e trupit. Konsumi i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon në rritjen e përqendrimit. Gjithashtu, shkencëtarët besojnë se aroma e rozmarinës do të ndikojë në gjallërimin e aktiviteteve të trurit. Vaji esencial i rozmarinës është përdorur ndër shekuj për të larguar dhimbjet e kokës
dhimbjet muskulare, reumatizmin dhe artritin. Gjithashtu, rozmarina ka aftësi parandaluese të rënies së flokut dhe kundër thinjave. Vaji i rozmarinës dhe çaji i saj janë përdorur gjithashtu për të stimuluar dhe për të ushqyer rrënjën e flokut dhe për të arritur atë. Por si të përdorni çajin e rozmarinës? Përbërësit që duhen janë një filxhan me qumësht, një deg rozmarin të thatë ose një lugë gjedhe me rozmarin të thatë dhe një lugë çaji me mjaltë. Ndajini degët e rozmarinës në copëza dhe hidhini në një tenxhere me qumësht dhe e lini të zjejë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe e lini të qëndrojë bashkë për 5 minuta, gjatë të cilave duhet ta përzjeni lëngun vazhdimisht. Shtypni copat e rozmarinës me lugë që të lëshojë një aromë më të fortë dhe të çlirojë vajrat esencial. Shtoni mjaltin dhe çaji është gati. Rozmarina është një bimë që mund të rritet lehtë në shtëpinë tuaj sepse ka nevojë për pak përkujdesje. Gjithashtu, vlerat që do t'i ofrojë shëndetit tuaj do ta bëjnë atë një nga produktet më të veçanta, e cila duhet të bëhet pjesë e pandar e dietave tuaja. Gjithashtu, rozmarina është një bimë aromatike që rritet shumë më mirë në klima tropikale, të buta dhe mesdhetare. Ajo do të relaksojë mendjen tuaj. Rozmarina mund të qetësojë një mendje të shqetësuar si dhe të garantojë një ndjesi gjallërie. Ju duhet vetëm të fërkoni bimën e vogël mes gishtave tuaja dhe të thithni aromën e shijshme, e cila do ju ndihmojë në relaksim. Ajo është e pasur gjithashtu edhe me antioksidant. Rozmarina përmban antioksidant të fuqishëm që mbrojnë trupin nga radikalet e lira. Për ata që nuk e dinë, kjo barishte ka acid rozmarik, acid karzonik dhe acid ursolik, të cilat janë antioksidantë të njohur me veti të mira për organizmin. Ajo është një antiinflamator shumë i rëndësishëm. Ajo përmban veti antiinflamatore dhe mund të ndihmojë në trajtimin dhe lehtësimin e astmës, ekzemës, artritit dhe problemeve të tjera. Do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin e trurit. Rozmarina arrit rrjedhjen e gjakut në kokë dhe stimulon sistemin nervor qendror. Për më tepër, kjo bimë njihet në përmirësimin e kujtesës dhe akoma më mirë përmban përbërës që parandalojnë degradimin e acetikolinës, e cila është një neurotransmetues i rëndësishëm për të mbrojtur memorien dhe për të parandaluar sëmundje të tilla si Alzheimer. Ajo ndihmon nga lodhja dhe stresi i veshkave. Bima ka aftësinë për të luftuar lodhjen dhe stresin e veshkave pasi zbut hormonet. Është e mrekullueshme sepse sot shumica e njerëzve jetojnë në një gjendje të tensionuar të vazhdueshme. Për këtë arsye, trupi ynë mund të përjetojë efektet të dëmshme të kortizolit të hormoneve. Në këtë rast, rozmarina së bashku me barishtet si livando ka aftësi të jashtëzakonshme për të ulur kortizolin në trup. Ajo është e mirë në rritjen e energjisë. Rozmarina është një nxitës i mrekullueshëm, gjithashtu mbështet qarkullimin e gjakut, përmirëson tretjen, stimulon rritjen e shëndetshme të flokëve dhe mbi të gjitha forcon sistemin tuaj imunitar. Lajmi i mirë është se rozmarina përmirëson memorien, por edhe qarkullimin e gjakut. Në saj të vetive të saj antiseptike, është një nga bimët më të përshtatshme për të ngadalësuar humbjen e flokut dhe gjithashtu për të sjellë edhe rezultate mjaft të mira për organizmin tuaj. Vaji esencial i rozmarinës në fakt është një stimulues mjaft i mirë. Rozmarina jo vetëm që i bën flokëve tuaj një nder të madh duke i bërë më të buta, mirë po në të njëjtën kohë stimulon arritjen e shpejtë të flokut. Ajo ndihmon në zbutjen e forcimit të flokut, sikurse ndihmon në rikuperimin e flokut të dëmtuar. Kombinoni 2 lugë gjedhe me gjethe të grira të rozmarinës në 300 ml ujë. Pastaj me përzierjen e fituar trajtoni flokun duke filluar nga fundi deri tek rrënja. Kjo përzierje është shumë e lehtë, andaj edhe nuk keni nevojë që ta largoni nga floku, pasi do të largohet në mënyrë natyrale vetë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.